ishte takimi i parë, se me sa e di nuk keni taku më herët pas daljes së Big Brother. Në film, tash në kast. Në xhirime. Takimi i parë ka qenë normal. Kemi vrejt që jena... Jeni dhënu pa arsye. Nuk është që jena dhënu, si cile i ka pos arsyet e vete dhe du të më respektu, por me të drejtën ka qenë që thash edhe më herët një kast shumë profesionale dhe nuk ka pos diçka për mu sqaru ose diçka. Një energji shumë e mirë ka qenë dhe shpresoj që filmi do del shumë mirë. Ende nuk u publiku, po presim. A të pengon Lumbar që non-stop flitet për jetën tonë dhe personale në portale? Kjo është domi kolateral, mendoj, i famës, sepse mendoj që liria paka shumë të kufizohet, por mundësit e tjera përmes famës që shëndrohen janë si prioritet për mua në aspektin e biznesit, në aspektin e aktrimit, që cike dhe maret. Kështu që i ka ato pro edhe kontrat. Çfarë mendon për fitusin si vjetë që ishte në reality show? He's a very good guy, është shumë djalosh, e kum taku tash të i kena doll pak... Na thanë kështu disa zëra që keni qenë bashkë? Në një natë në Prishtinë? Po, kem para një do dite i na kom pak bashkë, i na njoftu. Në faktikisht i na po dhe ma herët, por i kish po do videot mija, unë na për ora tu e kur grunin, para se me hikin beg, edhe me shumë, sepse edhe ai ka foli diçka që me lopë, për jetën fshat, për jetën në fshat, edhe ka pos një farsi paralele, edhe u kuptu minjere, ka shumë një energji shumë të mirë, edhe një fitus i merituar. Le të kthehemi pak edhe te politika. A mendojnë që të ka penalizu kjo çështja e Big Brother ty në politikë? Apo të ka favorizu? Big Brother ma ka jap mundësin mua për me hi në politikë, sepse une faktikisht, une nuk jam kon as këngëtar, as aktor ma herët që une e kum vendos pëse me hi në Big Brother. Une vi prej një familjes politike, babën e kum pos 2 mandate në Parlamentin e Kosovës, kështu që bisedat në shtëpi kanë qenë gjithmonë politike. Edhe une vetëm e kum analizu cila është mënyra më e mirë me të njoftë këtë Kosova sa ma shpejt. E ke gjithë formulën, do të thotë. Edhe kum gjithë formulën, e kum gjithë Big Brother, edhe qëndrimi jem ka qenë ashtu që jam une, edhe erdhë mundësia, faleminderit Ludvikës edhe Lumirit që ma ka jap mundësin me qenë 2 herë kandidat për Parlamentin e Republikës së Kosovës. Unë kur të pyeta a je rebel apo strateg, apo romantik, më the rebel, po edhe strateg, kogja shumë. Po strateg në aspektin e dashurisë, nuk është edhe shumë... Jo, a je romantik, strateg, apo rebel, kështu në jetë? Faktikisht, strategji një jetë dush me... Dhe të ti pas ke bo strategji? Po, strategji ka qenë për mua gjithë shkap kur kum hin big. Ama aty mrena, normalisht që Lumbardi nuk mundet me pas një strategji ki në qofë se ti do me fekirata dhe shumë vetën në Big Brother, në reality show. Në Big Brother dush më konë të i vetvetja. Strategjia kanë qenë diçka tjetër, për shembull, ma herët do lëvizje që kena bo me dizajnerën që e ku morë,